Mbrëmja kishte hyrë në atë orë kur zhurma e festës nuk ishte më aq e fortë, por emocionet ishin bërë më të thella. Dritat ndriçonin but ambientin dhe çdo gjë dukej sikur po ftonte për sinqeritet. Eliona qëndronte pak larg të tjerëve, me mendimet që i vërtiteshin në kokë pa pushim. Zemra i rritë fort, jo nga muzika, por nga ajo që kishte vendosur të thoshte. Klodi ishte aty pranë, i qetë në dukje, por i tensionuar nga brenda. Ai e ndjente që diçka po vinte. E njihte Elionën mjaftueshëm për ta kuptuar se ajo nuk ishte më në humor për shaka apo për të shtirur. Eliona i u afrua ngadalë. Hapat e saj ishin të sigurt, por zemra i dridhej. Kur u ndal përballë tij, e pa drejt në sy. Nuk uli kokën, nuk buzëqeshi. Ishte ajo Elion që fliste vetëm kur kishte diçka të rëndësishme për të thënë. Ti po hyn në gjyna me mua, tha ajo më në fund. Zëri i saj ishte i qetë, por mbante peshë. Klodi u shtang për një çast. Nuk priste një fjalë të tillë, kaq të drejtë për drejtë. Pse nuk e pranon që më don, vazhdoi ajo. Pse hiqesh si një njeri tjetër, kur unë e shoh qartë që ti po mbaron për mua? Heshtje. Një heshtje e rëndë, që nuk ishte bosh, por e mbushur me gjithçka që nuk ishte thënë më parë. Klodi uli syt për një moment, sikur po kërkonte fjalët diku brenda vetes. Eliona, tha ai ngadalë, por u ndal. Jo, ja ktheu ajo but, por me vendosmëri. Mos e ndrysho temën. Mos u fsheh më. Unë nuk jam duke luajtur. Po të flas si njeri që ndjen. Ajo mori frym thellë dhe vazhdoi me zërin pak më të dridhur. Çdo herë që më shikon, çdo herë që më mbron, çdo herë që rri afër dhe pastaj largohesh ti po më thua gjëra pa fjalë. Dhe pastaj sillesh sikur nuk ka asgjë. Kjo më dhem. Klodi ndjeu një shtrëngim në kraharor. Ai e dinte që ajo kishte të drejtë. Ishte përpjekur të fshihej pas shakas, pas qetësisë, pas arsyes. Por përballë saj gjithçka binte. Nuk është aq e thjeshtë, tha ai më në fund. E di, u përgjigj ajo. Por as nuk është aq e vështirë sa e bën ti të paktën pranë. Oje me veten tënde. Ai ngriti syt dhe e pa. Për herë të parë atë natë, pa maskë, pa mbrojtje. Vetëm i sinqert. Po, tha ai ngadalë. Më duket se ke të drejtë. Zemra e Elionës rrahu fort, por ajo nuk u ngudh. Nuk buzëqeshi menjëherë. Ajo donte të dëgjonte të vërtetën, jo gjysmë fjalë. Po mbaroj për ty, vazhdoi Klodi. Dhe pikërisht për këtë jam frikësuar. Sepse kur ndjen vërtet, nuk është më lojë. Sytë e Elionës u mbushën me emocion, por ajo i mbajti lotët. Ishte një moment i madh, i vërtet, dhe ajo donte ta jetonte plotësisht. Atëherë mos u fsheh më, i tha ajo me zë të butë. Sepse edhe unë po rrezikoj duke të thënë këto. Ata qëndruan përballë njëri tjetrit për disa sekonda që dukeshin si minuta të tëra. Nuk kishte nevojë për prekje, as për premtime. Vetëm pranim. Mbrëmja vazhdoi përreth tyre, por për Elionën dhe Klodin, ajo kishte ndryshuar. Diçka ishte thënë, diçka ishte pranuar. Dhe ndonjëherë, kjo është gjëja më e fortë që mund të ndodhë mes dy njerëzve. Sepse